kam shimet e Elbasanit ose që do t'i them, është diferencë e madhe në rënje të PD-s dhe të opozitës bashkë me LSI-n. Në një kohë që prap edhe në 2025. Elbasani ke shumë llogari për do. Kam llogari. Jo, ke llogari për do se janë 3000 vota që kam, jo, do të jap tjera. Na trego ku i ke 3000 vota. Jo 3000, jam 4500 për të punë. Do t'i them pse. Okej. Po brava. Do t'i them. Pra, nga këto tash 151.500, listë mbyllur, listë hapur, 136.400 i ka lista hapur, që ka prodhuar vetëm një deputet. 14.100 i ka galloshe gjithë partia, sigla e partisë me logo, që thonë këto sigla logo gjë, dhe që ka prodhuar një deputet e Çarek. Kjo është që historia. Kush është Çareku tani? Po tani Çareku i parë doktori që takon, Çareku është Flamuri. Kështu që kaq është gjithë lista. Me gjithë do flasim për këtë. Kjo është, tani kthehemi tek Elbasani. Do flasim mbas publicitetit për Elbasanin, se duhet këtu kam vetëm një pyetje për ty. Partia Demokratike gjithmonë ka pretenduar sa herë ka humbur zgjedhjet që zgjedhjet janë vjedhur. Le të themi retorika ka qenë më e fortë, më ashpër, doktori ka pasur shumë energji etj. Humbet kanë qenë më të ngushta. Me thënë vërtetën. Por tani flasim për një humbje të gjerë. Madhështore dhe shumë të gjerë. Tani ideja është për shkak kësaj apo për shkak temi të energjive të Berishës, për shkak të kurrës PD-s, apo më duket se me këtë rinumrim që po ndodh, paktën siç është deri tani, që është i mërzitshëm. Bie një herë për gjithmonë kauza e Partisë Demokratike, jo e opozitës, se opozita të vazhdojë jetën e saj, ndoshta do lini opozitë tjetër. Po bie përfundimisht kauza e Partisë Demokratike se në këtë vend vidhen zgjedhjet. Se vidhen zgjedhjet pas për ndryshim rezultate. Për ndryshim rezultate. Ta korrigjoj. Nisesh nga një prezumim i gabuar. Ti nisesh nga një prezumim në bazë cilit doktori i ka humbur zgjedhjet. Doktori ka fituar zgjedhjet zotërit. Doktori fitoi në zgjedhje ata për cilën Hyrit fitonte. Hyrit fitonte mandatin e opozitës, Hyrit fitonte një grup parlamentar solid. I ka fituar të dyja. Doktori nuk i ka humbur zgjedhjet, kështu që prandaj nuk vërtet kaq shumë. Doktori e ka casus belli këtë gjën për të mbajtur një luftë kundër sistemit edhe një luftë kundër, po në të vërtetë fitues. Po puna sa ndes mos, okay, ti je. Po nuk i duhet më të ndezi. Je ke cinike vërejtë. Nuk e kam cinike, e kam praktike. Edhe praktike. Nuk është fare cinike. Sepse po unë nuk flas nga ndryshimi doktorit. Tani ato i di që si fitoi dot zgjedhjet. Kemi humbur energji. Po të lutem Koli. Po nuk i duhet dot zgjedhjet. Po Koli di s'majm besimin e qytetarëve. Atë që Robi Uj para 4 vjetësh më dash. Nuk i duhet e din, pa më i noti se s'du të kishe not, po i noti. Patjetër pra, po do të shkak të kësaj klime që ne ngre. Tani, kjo klima një moment duhet. Jo, në 2021 ne ishim shumë afër fitore zgjedhje dhe kishim me të vërtetë qëllimin për të fituar zgjedhjet. Patjetër. Kurse 2025-ën e dishim që si fitonin zgjedhjet. E mora si shumë. Dhe tani këto janë vrarë njerëz për shkak të kësaj klime mosbesimi që ne kemi. Por dëgjoj. Tani ky rinumrimi, tani që po dalëm fal për shprehje, po varen brekët në balkon. Apo e shikojmë çfarë situatë. Unë tani përpara se njerëzit thonë po mirë më, ti na ke thënë që ne jemi vjedh zgjedhje. Tani ne hapim këto dhe ti prapë këm ngul në thu. Të vazhdojmë bëj proces. Unë erdha tani nga Beqin, na lova në Bradashesh. Aty janë ato që qesin të tezet aty, janë pjesa e Bradasheshit ose janë lagja aty që janë ato llaçanakët gjithë, janë gjithë pesëlluç që të vujtur. Edhe qesin, mbajnë familjen. Ore, blem disa gjëra, nga fillimi deri në fund biseda, se ndodhi. Janë bashkë, për SPD, ne ka shqitë, mirë në qkredit, që bëjmë ne? Për që ka fillu të shikë ke poshtë, to si njoj njerët e poshtë, por nuk i njoj, ja kam thonë i mi herë. Nuk me them sot të qërë, i kam thonë për para, por qysh për para. Pra është kuptuar këtë gjë tani, që nuk i fitorin do të zjedhe Berisha, bashkë me njëse, dhe dishi dy humrin, dhe thonë, mbretit vazhdoj, mbret, ne jemi të dytët dhe kemi pjesën tonë biznesit. Kjo është gjithë, ose është tylla që do rrimë aty që ta mbajnë pemën. Në qoftë se Berisha do bëjë një betejë të vazhdueshme politike me SPAK-un, duhet të jetë i pari opozitës, minimalja fare. Një person që ka një proces gjykimi që parashikohet filloj me datë 30 prill, si do të si 30 qershor, më fal. Do donin fillon 30 prill. Nuk e ka aty më shumë problemin. Jo, e ka edhe aty problemin. Problemi nuk është asnjëherë një vetëm. Problemi ishte që Berisha kërkonte nga zgjedhjet dilte lideri i opozitës. Gjithë diskursi Berishës, po kaq më është ishte para zgjedhjeve, po ishte edhe para zgjedhjeve. Po pse pret ti që të bërtasi shumë ai që u vodhën zgjedhjet? Jo, nuk e kam te kjo. Unë e kam për çfarë ngul mon
Unë jam dakord me këtë që thonë. S'po ngulmon tani më buri. Jo, po ngulmon. Po çfarë ngulmon? Ja, ta them. Andon, cili është hapja e radhës që pritet hedhin edhe avokatët profesori ligjor të PD-s pas vendimit Do e çojnë në Strasburg. Po është njësoj si me atë, që sekretarin e shtetit, do të çojmë që është në Paris, do të çojmë në Angli. Cili është plani i tyre? Pra ata kanë një plan, Po e zvarisin çështjen kolegjin zgjedhor, pra po e zaurojnë gjithë këtë procesin ankimime, por ka një ide. Sepse nuk është rastësi që pikërisht përfundimi i procesit të rinumërimit të votave për Tiranën do të mbaroj pikërisht me të njëjtën periudhë me daljen e raportit përfundimtar të OSBE-Odirit. Dhe Partia Demokratike, të paktën njerëzit të afër Berishës, me çfarë jemi interesuar, po presin këtë raport. Po presin dhe të kapin ato pikat ku ata mendojnë se u intereson, apo ku ata mendojnë se mbështetet edhe teza e tyre. Dhe më pas do të mblidhen strukturat, sepse Sali Berisha deri më tani nuk ka mbledhur asnjë strukturë përveç se njërë drejtuesit politik. Dhe refuzon t'i mbledh. Refuzon t'i mbledh se ndoshta ndjen edhe presionin nga poshtë, domethënë, apo Nëse. Po se ka atë fare, se s'ka më presion në të mërë. Si duhet, çdo t'i mbledh. Po nuk ka presion. Do japin mend, do japin një direktiv. Po nuk ka presion më mërë, ka marru e punë, mos merrni me S'ka kupton, s'ka presion. është kriza jonë koli nga jashtë PD-s. Më pas do të mblidhen strukturat, dhe pikërisht do të shkojmë aty ku do të bjerë edhe Neni Basha. Pra kjo është logjika, por edhe ky është edhe plani, të paktën nga ajo se çfarë kemi mësuar në pra që ta bëj edhe me struktura këtë. Teza ime e përmirësuar, teza ime thotë që ai nuk don që dalë certifikimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Teza jote përmirëson tezën time se thotë që certifikimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do dalë pas raportit së OSBE-Odirit që do ta përdorin si shkak për të pretenduar që zgjedhjet janë pa rregullta. Edhe këtu ama, unë prap ngulmoj me naivitetin tim dhe them, raporti paraprak i OSBE-Odirit, që unë mendoj që është një anakronizëm i pas luftës së totë, me thonë vërtetën, nuk e dia ka më vlerë, nuk ka unë më shumë i besoj raportit i besoj më shumë të raportit që doli nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian që doli të ditën e hënë. Më shumë i besoj asaj se unë du të futem në BE. Kjo OSBE-Odirit ta thash është një gjë atavizëm i pas luftës totë, i temi i tranzicionit. Por edhe po të qëndrojmë asaj, po qëndrojmë të raporti paraprak, dhe historia dashën më korrigjoj, dhe ti këtu më korrigjoj nësë unë jam gabim. Çfarë del raport paraprak reflekton raporti Bravo. Pra çfarë ka ndodhur, çfarë ka thënë raporti paraprak? Aq ishte. Se më të fakt nëse marrun. Po raporti paraprak, kësaj radhe i këtyre zgjedhjeve ishte më pozitivi si spaku i zgjedhjeve që nga viti 2013. Ashtu e shikon ti. Po duhet ta shikosh me sy të Unë po them se kanë parë. O çuna. Ne po përpiqemi tani unë ju përpiqeni të jeni njerëz racional. Jo, racional. Racional. Ky është gabimi i ëndës. Dhe ky është gabimi juaj, sepse kjo nuk është çështje racionaliteti, kjo është çështje nevojash. Okej. Edhe duhet mendosh si mendon ekipi. Kush është nevoja që ka Sali Berisha në 2 muaj që vijnë? Në 2 muaj që vijnë ka nevojë të mbajë një narrativ e cila e mban larg diskutimit për karrierën e tij dhe e cila tregon që zgjedhjet u vollën. Kjo është narrativa që i duhet, nuk do të ridash. Derisa të vi shtatori dhe pavarësisht sa veta e besojnë. Nuk ka rëndësi fare. Nuk ka rëndësi fare. Sali Berisha flet për ata që e besojnë. Jo për që e besojnë më? Do ketë gjithmonë njerëz që besojnë. Është çështje sasiore, Sokol, është çështje Nuk të bjerë sasiore. prap numri, pa diskutim, kjo është vërtet punë. Por zgjedhjet tjerë ka numra. Dëgjoni një sekond. Ka vota i qure, i numëron si votat e tyre. Nuk e di se Gjysmë milioni, ti ke gjë analiza që nuk do të jorotë gjysmë milioni qytetar. Fillo procesi 11 maj provoi që 500.000 njerëz i besojnë. Po. Unë mendoj Po. Do përdoret kjo? 11 maj tregoja ma që 200.000 veta të tjerë besun. 200 ca që serra. Absolutisht po. Lëri ata që serra. Por ai nuk flet për ata. 200 ca të tjerë i besun partive të reja dhe të tjera. Analiza Se ju si është parti e re, është parti e tjera. Por ama, gjithë ju morë 200.000 vota më. Por, dhe 200.000 tjerë që s'kanë ardhur. Dhe kjo analizë që bën ti, është analiza e një personi i cili do të vinë pushtet. Jo, më jo, më bëj analizën çfarë do bëj ai nesër pas nesër. Asgjë, më do ketë 500.000 vetë. Jo, më se e gabim. Përpara zgjedhjeve, 400 më. Rezart, përpara zgjedhjeve, Koli, përpara zgjedhjeve, 200.000 vota kanë partitë e tjera. Jam shumë dakord me Koli. Një gjë e jashtëzakonshme. Shumë dakord. Një minutë ta mbaroj. Partia socialiste nuk ka shtu një votë. Për para zgjedhjeve ka humbje, ka rënje. Ka humbje, pra. Ka 30.000 vota më pak Okol në 2000. Nuk ka shtu, pra. Ndërkohë ky tjetër ka humbë 300.000 vota. Për para zgjedhjeve Okol, për para zgjedhjeve ka perceptim, hamendësim,
se si du dalin zgjedhjet. Mas zgjedhje ka analizë, sa i që thu ti tani. Tani është analiza, dhe analiza një e shifrat. Këtë që du ti, pëseja ka të kurje, po mos kishte votat e diasporës, po, nuk ka rriti. Nuk ka rriti, ka 30.000 sa vota në minus. PD-ja ka rënit e votën nga 2021 shumë. Ne kemi rënit nga 2021. E kupton çfarë është kjo është paradoks. Ky pra problemi, kjo ku e çon nesër pas nesër. Unë mendoj që nuk mund të fyem inteligjencën e votuesit shqiptar pavarësisht shkallës informimit apo edukimit apo sa i njeh tregun politik, në kuptimin që nuk mund ta mbash të ngurt perceptimin e simpatizantëve dhe mbështetësve për një kohë gjatë. Mund të jetë një moment i caktuar, mund të jetë një fazë e caktuar, mund të jetë një me shpresë Zotit dhe ndodhi gjë tjetër. Procesi i caktuar, por nuk ndodh të bëhet. Sepse kur të gavash nga gatisi. Do ta them. Nuk mendoj që është kaq e thjeshtë çështja aty zoti Sula. Që ta mash të grirë mbështetjen e demokratëve duke mos bërë asgjë. Pra të futesh në një lloj strategjie naive që un po zvarris procesin me idenë që me shpresë që mund të gjej fakte dhe të kemi legjitim mos njohen e procesit nga pikpamja politike, jo juridike. Unë t'i lejoj vetes që nga dalja e raportit SBO-Odirit të kapem me thojnë në disa fraza për të legjitimuar qëndrimin tim që procesi shtëpisë dhe me Ramën në pushtet nuk fitohen zgjedhjet. Unë të mendoj që duke zvarritur sa më shumë njerëzit besojnë si unë që kur e që sfitojnë me Ramën në zgjedhje, dakor, lutem se mos ndërhyj se nuk fitojmë nuk i të Dakor. E kuptoj. Unë e kuptoj. Se fitojnë pastaj janë shumë analizë tjetër faktor. Nuk po themi. E kuptoj të gjithë gjën, po duhet të them që në finale Partia Demokratike me këtë lloj strategjie për mua po e mbyll çepenin. Se do vinë shpejt zgjedhje lokale. Nuk janë budallë njerëzit. Ke tani, mo ke zgjedhjet, nuk po flasim për Tiranë. Unë kuptoj çfarë do të ke tre bashki që janë kombëtare bashkie. Zoti Sula me buzëqeshje dhe vetë besimin që ke për elektoratin poshtë. Po fare pikata që ka marrë. Demokratë që duhet të kuptojnë që votojnë aty për shkollën e treta. Le të finalizojmë me një fjali. Pikata që ka marrë. Pikata që ka marrë Partia Demokratike. Sport lota po të kesh me zgjedhjet e përgjithshme dhe me strategjinë që po shoqëron këtë proces zgjedhor, me heshjen brenda, me zvarritjen pafund, me kapjen me thojë me disa shkelje për të hiperbolizuar vjedhjen e madhe globale që është bërë këtu tek ne, ku diferenca e votave është ajo që e thatë ju në fillim dhe që e din të gjithë, nuk të çon larg kjo, zoti Sula, se do vinë shpejt zgjedhje lokale. Ashtu duket ty. Mirë, në rregull, dakor. Shiko, këtu ka një problem. Ka një problem. Landi dhe unë bëjmë ato që ju thatë që nuk duhet ta bëjmë, që kemi shikoni çështën e votuesit demokrat ju. Ju shikoni nga niveli i personit që do shkojë të votojë nesër, thotë pse do votojnë për këtë. Po jo, edhe votuesit demokrat si ne ka dhe njerëz që mund të akullë sistemin të kullë qeverisë. Ju shikoni tani ne refuzojmë 100. Po një minutë po refuzojmë pa 200 tjerë. Po kjo është historia, këtu është problemi. Unë kam po shkollën e BBC-s, në BBC tash e kishim atë që idiot's question. Pyetjet idiotë. Ne bëjmë pyetjet që bëjnë gjithë. Që dali diçka. Mund të dilni ta shikoni situatën nga këndvështrimi i PD-s, jo i simpatizantëve të PD-s, po i PD-s. Dhe një pyetje të fundit idiotë unë do ta bëj. Ku është doktori? Kthehemi pas pak.